Shiko, se kishte ndodhur një dialog paracakohen në 2006, në 2007. Ka qenë një regjizor i famshëm, edhe shkrimtar, Aaron Russo i kishte emrin ky. Edhe nga që ishte tip kështu genial ky, i kishte tërhequr vëmendjen një nga pjesëtarëve të familjes Rockefeller. Konkretisht Nicholas Rockefeller. Edhe kishte ftuar për një drek. Sepse këta tipat, këta peshkaqen të mëdhenj, këta hebrejt, këto që merren që komandojnë botën në prapasken, i vlerësojnë njerëzit e zgjut. I dun, edhe sikur mos i racës tyre, i vlerësojnë njerëzit e zgjut. Edhe atyre do t'i japin një shans që të kuptojnë. Kurse ata që nuk mushin, ato nuk i konsiderojnë bakti ata. Kurse njerëzit e zgjut i dun, i pëlqejnë, nuk e di, ka një lloj afeksioni ndaj atyre. Ky tani Nicholas Rockefeller e hasi këtë gjë te ky regjizori. Aaron Russo. E kishte ftuar një ditë për drek, e dërgoi sekretarin e vet si ndërmjetëse për t'i bërë këtë ftesën. Ky e pranoi ftesën, erdhi aty në një gradacel gjigante të New Yorkut, edhe u zhvillua një bisedë atje. Edhe filloi duke bërë çik spektakël ky, duke i thënë tani që shiko, neve kemi gjërat në dorë, i tha. I tha ky? Ky Rockefeller, Nicholas Rockefeller. Nevi kemi gjëra në dorë dhe nevi lym të gjitha ato fijet e botës, domethënë si do eci kjo, si do shkojë ajo, gjitha. Po pse thonë edhe kaq troç ato? Po, supozohet se ishte bisedë kështu personale dhe po i hapeshin në ato moment, po tregoshte transparent. Edhe i tha që do ndodhi një ngjarje e madhe tani, tha, në Amerikë që do ndryshojë historinë. Si ka mundsi kaq sigurt janë ato që gjërat e tyre që thonë ato se mashat që luajnë ata do të ndodhin me do e mos? Ato janë shumë preciz, ecin me një perfeksion të papar, nuk lën gabime pas ata. Atyre vetëm Zoti vetë po ja prish planet. Njeriu nuk ja prish dot. Është vështirë. Po s'bëhet se ato janë të organizuar me kanë gjithçka. Çdo gjë e kanë dorë ata. Dorë prap dora. Kanë dorë future. Edhe ndodhi pastaj. Do ndodhi diçka, po. Do ndodhi diçka që do ndryshonte atë rrjedhorin e historisë. Edhe kur ndodhi pastaj, ja për shembull do rrëzojmë ato dy godinat e mëdha, edhe ishin ato kollat binjake. Kur ndodhi kjo, ndodhi më mbrapa kjo se ai nuk arriti ta shikonte se pati një aksident ky Rockefeller, ky Aaron Russo më mbrapa. Çfarë aksident? Po ato pra aksidentet e famshme që të kam thënë. Pse kanë mbrapa këto thua? Po e hoqën qafë atë. Si vdiq ai? Pra si e dimë ne që vdiq domethënë? E helmuan. E helmuan, a? Po desha më thën fund, po doli kështu tani, parantezë. Po jo, pse na i thuaj se ne nuk kemi edhe informacione për këtë. Jo, në fund të kësaj bisede se pati një vazhdim atje. Po, mbylli këtë na thy pak edhe. Edhe ky filloi duke bërë ato spektakle, domethënë para këtij regjizorit, për treguar domethënë që shqipe ne na bobat jemi ata njishat që komandojnë situatën në botë. Edhe tha, çfarë mendimi ke për lëvizjen feministe, i tha, në një moment. I tha regjizorit. Ja drejtoi kështu si pyetje. Dhe tha, hiç asnjë gjë, thjesht kërkojnë të drejtat e tyre. Çik budallti, i tha. Troç, Po. U tregu kështu transparent. Dhe i tha, po pse, tha? Po lëvizjen e feministe financojmë neve, tha. E kemi bërë enkas që të funksionojë ajo lëvizje, tha, sepse duam me anë të kësaj lëvizje që të nxjerrim gruan nga shtëpia. Nga shtëpia do të thënë ta nxjerrim nga roli, jo me kuptimin e ngushtë të fjalës nga shtëpia, se normal që do dalë nga shtëpia. Si ajo kokra e qefit. Edhe po pse tha ta nxjerrim nga shtëpia, tha? Po që ta taksojmë edhe pjesën tjetër të popullsisë. Nuk do taksoshim vetëm burrat, tha që dalin aty jashtë punojnë, ti taksojmë edhe këta, edhe femrat. Këtyre tani me këtë punën e lëvizjes feministe i hyri ajo vetë jam qef, se pak duan femrat se janë çik kështu. E kanë të pasurat e botën emocionale dhe çik po t'ja lavdërosh çik ato dhuntit, fillon e kalojnë pastaj, i besojnë ato gjëra, edhe i kërkojnë për vërtet i pas ato të drejtat. Po, mund ta bëj unë atë. Ka thon Viloni atje. Mund ta bëj unë atë punën që bën ai, mund të bëj edhe unë atë t'i jap Vincit atje. Po, ta thotë edhe si referencë, ka thonë ai, mreti më. Po, do ngri dhe unë shtanga në lojët olimpike, thotë, do bëj edhe unë futboll, do bëjmë edhe unë police, deputete. Edhe pa marrë parasysh shprehjen e famshme franceze Cherchez la femme, domethënë molla sherit është femra, domethënë se po ja futet femrën aty ku s'duhet, a holli ner. Se edhe historia kështu nisi, me gabimin e një femre, nisi nga Eva dhe pam pasojat. Se gabimin e boni Eva apo e boni Adami?
Po jo, po Adami nuk u joshte, kupton? Femra do u joshte. Tek ajo i futi atë spicën. Edhe kapi dhe Adamin nëpërmjet Evës, se vetë Adami nuk shkonte. Ajo po shikonte pemën. Pse çka ka kjo pemë? Pse është ndaluar kjo? Edhe po i shkonte po e rrotullonte. Aty e pa i tjetri, e Sykuqi, që është mbrapa Rockefellerit dhe mbrapa Rothschildit dhe gjitha këto. Edhe i futi ato dyshimet, shiko se nëse nga femra. Se mos zgjerohemi shumë. Po se hapërdajemi. Edhe e para ishte kjo, tha, që ti nxjerrshin femrat nga shtëpia, tha që ti taksosh me dhe gjysmën tjetër të popullsisë. Dhe tjetra ishte domethënë që ti merrshim dhe fëmijët. Ti merrshim dhe fëmijët dhe ti edukonim ne, tha, duke i futur nëpër këto, duke nisur me kopshtin, këto çerdhet kopshtin, shkolla, arsimi këto, që ti edukoj qeveria fëmijët. Ti fusim ne ato direktiva që duam neve. Jo dashuria nënore, ëmbëlsia, ngrohtësia e saj, domethënë që të rritesh i natyrshëm, po të programoheshe. Se edhe arsimi është shpikja e atyre, sajes e atyre është. Që të programon se si ti jesh i bindur ndaj autoriteteve. Tani të bindur duhet jemi neve, po me një logjik, jo kështu kuturu. Edhe i tha pastaj, po mirë, po pse i bëni këto gjëra ju, tha? Pse ndërhyni në historinë e njerëzve, të jeta e njerëzve këto me radhë? I tha regjizori. Po e pyeti kështu me naivitet regjizori. Ç'to duhet ty, tha ky, domethënë ti shiko veten tate, shiko gruan, fëmijët, shiko familjen tënde, tha. Vetëm form presionin le të thënë. Po, domethënë se atyre nuk i pëlqen që neve të interesojmë për njëri tjetrin. Atyre intereson që të fusi dyshime, inate, smira, urrëtie, për çfarë dhe zapto. Po. Eci me këtë taktika, dhe kanë qef atë pjesë. Po ku doni të arrisë, kush është qëllimi juaj final, tha? Qëllimi juaj final, tha, është ti vendosim një çip në duart e njerëzve. Të gjithëve. Ja tha që atëherë. Që atëherë kishte thënë ai, që thash emisionin e fundit që dash një shifër, kanë bërë gati 10 miliard qipe që t'jen brenda, domethënë. Se nuk i dihet se linjët nuk i komandojnë ata, dhe thanë, po ti kemi gati, që edhe po shkon aq, t'jen aty nga dishmërit presin. Edhe këtu më thënë, qëllimi final. Po pse e vrau këtë pastaj? Si ndodhi kjo që e vrau atë? Po sepse ky, si njeri i mirë dhe i drejtë dhe i ndjeshëm që ishte, ky tentoi që të bënte një dokumentar. Edhe që të trajtonte domethënë këto dinastitë e këtyre familjeve të mëdha. Edhe qëllimet e errta që kanë ndaj njerëzimit. Hodhi ndonjë hap ky që ta bënte këtë apo këto morën informacion kështu? Ka nxjerr diçka konkretisht ky? Ky nisi që ta bënte domethënë ato dokumentarin, sapo këta e morën vesh, i krijuan ato aksidentet e famshme pastaj. Që bëjnë të duket sikur ishte kështu e natyrshme, ose aksidenti, rashkiti, u thy qafa. Njëtën gjë po bën deri diku edhe ti, duke thënë këtë pjesën tjetër të fshet. A ke frikë?